Orët e para të mëngjesit të datës 14 nëntor 2025 nuk ishin dhe aq të qeta për operatorët e aeroportit Nën Tereza në Tiranë, kur një avion Hercules i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Amerikës zbarkoi në Rinas. Avioni Lockheed Hercules, i regjistruar në emër të kompanisë Palace Aviation, është nisur nga baza ushtarake e Amerikës në Gjermaninë jugperëndimore, është ulur në Rumani dhe më pas ka ndaluar në Tiranë. Kompania që operon këtë avion civil pretendohet në shumë raporte botërore se është një kompani kontraktuese qeveritare amerikane e lidhur me Tepper Aviation, një kompani aviacioni që dyshohet se vepron ngushtësisht me Agjencinë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, ose CIA. Itinerari i avionit ka ngjallur dyshime për aterimin në Rumani dhe më pas në Tiranë, si dhe për qëllimin e zbarkimit në tokën shqiptare, duke marrë parasysh funksionalitetin e një Lockheed Hercules. Lockheed Martin Hercules ofron shkatësi të pakrahasueshme për ngarkesa të mëdha, ndihmë humanitare, zjarfikës, ndihmë mjekësore, naftë, gaz dhe logjistikë minerare, i njohur për operimin nga fusha të vështira me teknologji moderne si motor Rolls-Royce dhe helika të përparuara. CIA është një shërbim civil i inteligjencës së jashtme i Qeverisë Federale të Shteteve të Bashkuara, i ngarkuar me avancimin e sigurisë kombëtare përmes mbledhjes dhe analizimit të inteligjencës nga e gjithë bota dhe kryerjes së operacioneve të fshehta. Kurse baza ajrore Ramstein në Gjermaninë jugperëndimore, nga e cila është nisur avioni, është një instalim i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara i vendosur në Rheinland-Pfalz në Gjermaninë jugperëndimore, e cila shërben si seli e forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara në Europë, por edhe për komandën ajrore aleate të NATO-s. Baza luan një rol kyç në mbështetjen e operacioneve ushtarake të avancuara, veçanërisht atyre që dislokohen në Europën lindore, por edhe në Afrikë.